Në zemër të Eaton Center, mes dritave që ndriçojnë hapësirën dhe zhurmës së butë të qytetit, pema e Krishtlindjeve qëndron si një simbol i gjallë i traditës, historisë dhe shpresës njerëzore. Zakonisht, një bredh apo pish me gjelbërim të përhershëm, ajo përfaqëson jetën që nuk shuhet, vazhdimsinë dhe besimin se edhe në stinën më të ftohtë, drita gjen gjithmonë rrugën e saj. Kjo traditë, e lindur në Evropën veriore mesjetare në zonën e Livonisë dhe më pas e përqafuar nga Gjermania, u kthye me kalimin e kohës në një gjuhë universale të festës dhe reflektimit shpirtëror. Dikur, e zbukuruar me moll, trëndafila letre, ëmbëlsira dhe xhinglla, e ndriçuar me qirinj nga komunitetet e Moravis, sot ajo rrezaton me drita elektrike dhe zbukurime moderne, pa humbur thelbin e saj simbolik. Në majën e pemës, ëngjëlli apo ylli nuk janë thjesht elemente dekorative. Ato mbartin kujtesën e lajmërimit hyjnor dhe udhërëfimit drejt shpresës, duke na rikujtuar rrugën e besimit, të dashurisë dhe të paqes. Pamjet nga Eaton Center e bëjnë këtë simbol edhe më domethënës. Njerëz që ndalen për një çast, shikime që zbuten, buzëqeshje që shkëmbehen. Në këto ditë, qyteti duket se merr frymë ndryshe, ndërsa njerëzit përpiqen të japin më shumë dashuri, të kërkojnë paqe dhe të afrohen me njëri tjetrin. Alp TV ju uron që ky sezon i Krishtlindjes të jetë i mbar, i begat dhe i mbushur me sa më shumë dashuri, mirësi dhe dritë shpirtërore për ju dhe familjet tuaja.